Kush e shijon, don pak sabër për kushtim, don pak rezistencë, don pak luftë, derisa të bëhet pjesë e shpirtit. Kur bëhet pjesë e zemrës, s'mundesh pa to. Nuk mundesh pa namaz, nuk mundesh pa përmend Allahun xhallahu ala, nuk mundesh pa dhikr, nuk mundesh. Pse e bëhet pjesë e jetës tonë, bëhet burim i jetës, i ushqimit ton. Prandaj duhet me luftu, duhet me rezistu. Mund të jetë fazat, sa zgat kjo fazë e rezistencës është në dorë të Allahut fillimisht, po pastaj edhe në përpjekjen edhe sinqeritetin e robit. Po, mirë po, veç pak shpejti Kur'anit dhe për të në zemrën tonë, pastaj s'mundesh pa e qel. Nuk mundesh ditë për ditë pa e realizu, nuk mundesh. Nga s'është i tillë ato. Është që të rëmben. Vetëm një musliman që tashti për shembull, sa parë i don mos me fal namazin e yacis. Dunja dhe me dhënë nuk e loj yacin Allah. Së në paramenaj veç ofertën e konzent u fyës e aftën. Dhe më tjerë të. Një motër muslimane që e ka mbulu vetë nësaj me mbulesën e duhur. Për te është knetësia me madhe që Allah e ka mundësu me e zbatu në njën të Allah Gjallahu Ala. Është këbërimi knetësis. Sa për shembull do të rëqmimi publikisht njerë me e këshamin piku kësaj. Do të ishte ofenduese dhe lënduese për të veç me vetë. Le më marë përgjigje pozitive se po për ka që bëj. Kur se bën ato? Madje për te lëndimi më i madh është me pa dikush pa shamia ato. Shqetësimi më i madh është me pa dikush pa shamia ato. Masi e ka vendosur shamin ato. Është bë pjesë e saj, është bë pjesë e dukjes saj, është bë pjesë e identitetit, nuk mund të ndryshë ato. Që kështu është fjallë Allah Gjallahu Ala, që kështu është shpallë e tij apo. Nga sa përputhim me natyrshmërinë, Allahu na ka kriju për me dashur shpallë ato. Atë neve na duhet pak më njoftu me Kur'an, pak, veç pak. Kush është, çka është? Pak më tepër me e kujtu vetëm tonë, a e dini çka është Kurani? Diri sa të rrëmben zemrën, të kap, kur të kap? Nuk e lëshon më kur. Na duhet më veç pak më mësu për namazin. Mja kujtu vetëm tonë çka është namazi. Jo veç pse është obligim. Po diçka për te kësaj, çka namazi, çka ndikon, çka, po veç pak njofto me te. Kur njoftohesh me te, bëhet kënaqësia e shpirtit tënd. Çka qenë për pejgamberin, ka thënë pejgamberi, erihna biha ya Bilal, na këna shpirti me to Bilal se na u ka thon zemra, na u ka thon shpirti me dunjë, na fresko me namaz. Andaj besimtari e don, nuk ka më të mos me dashur.